Dua divorcin. Vërtet? Po. E ke menduar mirë? Them se po. Dakord. Si dakord? Dakord. Thjesht kaq, nuk do thuash asgjë tjetër? Çfarë duhet të them? Ku di unë të më kërkosh llogari për shembull? Për çfarë? Pse dua të divorcohem? Nuk dua ta di. Vjen mirë që e more me sportivitet. Zuar për vjetorin. Në fakt edhe unë kam diçka për të thënë. Çfarë? Edhe unë dua divorcin. Ah! Ne kemi 18 vite të martuar. Dhe ajo një ditë bukur vjen dhe më kërkon divorcin. Nuk është kollaj që yt shoq të kërkoj divorcin pas 17 viteve martesë. 18 vite. 18 vjetore në fakt. Po festonim 18 vjetoren e martesës sonë. Kanë qenë vite me ulje, ngritje, kemi rritur 2 fëmijë, kemi kaluar vështirësi të shumta, kryesisht ekonomike, por në thelb martesa jon ka funksionuar. Martesa jon ka qenë, mund ta them me plot gojën e lumtur. E di që po mendoni që isha unë i pari që kërkova divorcin, por gjërat nuk janë tamam ashtu. Pasi ai më kërkoi divorcin, unë nuk mund ta lija veten që të më poshtronte në këtë mënyrë. Atëherë si do ta lëm? S'kemi çfarë të lëm. Merr plaçkat edhe ik. Pse po më kërkon divorcin? Ka ndonjë rëndësi? Po, dua ta di. Ti kërkove divorcin dhe unë nuk të kërkova arsye. Përse po kërkon divorcin? Sepse nuk dua të rrim më me ty. Pse? Sepse nuk dua. Jo, nuk mund të ma thuash unë, nuk është e drejtë. Do ta dish pse ta kërkova unë divorcin? Jo, Unë do ta them. nuk më intereson fare. Unë do ta them. Nuk dua ta di. Unë bëra shaka. Bëra shaka? Po, bëra shaka. Doja t'i bëja një surprizë me rastin e përvjetorit. Po, më përpara doja që ta trembja. Doja ta trembja në mënyrë që surpriza të merrte kuptim. Unë e njoh shumë mirë atë njeri. E di kur do të filloj të flas, dhe kur fillon të flas, e di shumë mirë se çfarë do të thotë. I njoh çdo frymarrje, kur është i qetë, kur është me nerva, kur ha, kur pi, kur është në gjumë. I njoh çdo gjë. Çdo gjë. Sigurisht që shakaja ime ishte pak e rëndë. Ishte një budallëk, por surpriza ime ishte shumë e bukur, sepse mendoja që pas gjithë atij tensioni, ajo do të çlirohej dhe do më falenderonte. I shkreti. Mendoj se do më surprizonte. Pleva këtë unazën, që e ke dashur aq shumë. Nuk e dua më. Si? Nuk do të më hyj më në punë. E kuptoj. Megjithatë po e marr. Si kujtimi i ditës sonë të ndarjes. Mos fol kështu. Do më kujtoj edhe për vjetorin ton, meqense është e njëjta ditë. Është dikush tjetër? Çfarë? Është dikush tjetër? Mos pyet më se nuk shkon. Po unë bëra shaka drejt që e mori. E nga ta dija unë? Po ç'ne unë do të kërkoja divorcin ty? Ku di unë? Njeriu ka 100 arsye për të ndarë. Më thuaj tënden. Jo. Të lutem shumë. Jo pra. Ma thuaj se do bëj skandal. Nuk ta them. Ma thuaj se do ngrej gjithë lagjen në këmbë. Por u le zërin se le nam. Është dikush tjetër? Po. Po. Është dikush tjetër. Ky ishte fundi. Nuk po u besoja më veshve. Unë nuk kisha më burri jetës saj, ishte pabesueshme. Dikush tjetër ishte futur mes nesh. I shkreti. U trondit shumë. Nuk mendova që do të më aq keq. Jo, në fakt ne kemi pasur shumë ngjarje në jetën tonë, po kurrë se kisha parë në atë gjendje. Më kthye gjithë bota përmbys. Dashuria jon ka qenë gjithmonë shumë e madhe dhe tani po e shikoja veten jashtë. Më mirë mos sa kisha bërë fare atë drejt shakaje. Vete kërkova. Mirë më bë. Atë natë doja ta shikoja sa më poshtë. Kush është ky? Çrëndika. E njoh unë. Përse do ta dish? Sepse dua ta di drejt që e mori. Jo, nuk e njeh. Është mirë se unë? Mjaft tani. Të lutem më thuaj. Po. Sa vjet më iri? 10 vjet. O, sot kjo është e pabesueshme, është e pabesueshme. Të lutem thuaj që jam në ëndër. Më vjen keq. Si e ka emrin? Jo, po këtë nuk mund ta them. Sa kohë keni bashk? Rreth 1 vit. O, sot po më duket vetja budalla komplet. Më vjen keq zemër. Mos më thuaj mua zemër. Më vjen keq. Kam edhe një pyetje të fundit. Jo, mjaft, nuk mund të pyesësh më. E fundit nuk të pyes më. Jo pra, nuk kam ç'të them. Është më i mirë se unë shtrat. Po bëhesh patetik tani. Unë të fal. Çfarë do lloj gjëje që ka ndodhur mes jush, unë e fal. Mjafton që ti të rrish me mua. Leti ti fare po them. Iku nga fiqiri, nuk ishte më burrim, nuk po e njihja më. E për këtë isha unë fajtore. Nuk më ngeli pik gjaku në trup. U bë ujë. Doja të dija gjithçka për atë maskaranë që ishte futur mes nesh. Megjithatë, nuk e di ku e gjeta forcën, po unë e falja atë. Po e falja. Ajo ishte dashuria e jetës sime. Nuk më mbetej gjë tjetër veç se ti thoja të vërtetën lakuriqe. Dhe pastaj, ajo më tha diçka që më shastisi fare. Mjafton që ti mos shkosh kurrë tek ai dhe të rish këtu me mua për gjithmonë. Të lutem, ne do ta harrojmë këtë histori dhe nuk do ta përmendim kurrë. Mjafton që ti të jesh me mua. Kaq shumë më do vërtet? Po. Po mirë. Unë vendos që të rri me ty. Zemër. Kjo është për ty. Çfarë është? Rip. Ç'kuptim ka kjo? Ta lidhësh dhe të varësh veten. Bëra shaka edhe unë.